Hani shalqin çdo ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Pavarësisht besimeve popullore se shalqini është vetëm ujë dhe sheqer, ai në fakt është një ushqim shumë i shëndetshëm, i pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant, ndërsa ka pak kalori se sa shumë njerëz gabohen me përfitimet e tij. A i dini se për 150 gram shalqi do të merrni 43 kalori, 0 gram yndyrë, 2 gram natrium, 11 gram karbohidrate, përfshirë 9 gram sheqer dhe 1 gram fiber. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu siguron 17% të nevojës ditore për një të rritur për vitaminën A, 21% të vitaminës C, 2% në hekur, 1% në kalcium. Përmban gjithashtu tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, acid pantotenik, magnez, fosfor, kalium, zink, bakër, mangan, selen, kolin, likopen dhe betain. Përveç elementëve ushqyes, shalqini mbron nga komplikacionet të cilat mund të rëndojnë shumë shëndetin tuaj. Risku i zhvillimit të astmës është më i ulët te njerëzit që konsumojnë një sasi të madhe të disa lëndëve ushqyese. Një nga këto lëndë ushqyese është vitamina C, e cila gjendet më shumë te frutat, perimet, përfshirë edhe shalqinin. Shalqini është i mirë për uljen e presionit të gjakut. Ullëntimi botuar në gazetën amerikane të hipertensionit zbuloi se suplementet e ekstraktit të shalqinit reduktojnë presionin e gjakut të rriturit e moshës së mesme obeze dhe me hipertension, para hipertension ose hipertension të fazës së parë. Gjithashtu është treguar se përmirëson funksionin e arterieve. Së fundmi, një dietë e pasur me likopen mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës. Shalqini përmban rreth 92% ujë, është i pasur me elektrolite dhe është një ushqim ideal për të shmangur dehidratimin. Shalqini përmban vitaminën A, një lëndë ushqyese të nevojshme për prodhimin e sebumit, i cili mban flokët më të hidratuar. Vitamina A është e nevojshme për rritjen e të gjitha indeve të trupit, duke përfshirë ato të lëkurës dhe të flokëve. Marrja e duhur e vitaminës C është thelbësore për ndërtimin dhe mbarvajtjen e kolagjenit. Shalqini gjithashtu kontribon në hidratimin e përgjithshëm, i cili është jetik për lëkurën dhe flokët e shëndetshëm. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj me mbërritjen e verës mund të ofrojë shumë përfitime. Shalqini është i njohur prej kohësh si një nga burimet kryesore të rëndësishme të ushqyesve. Ushqyes të tillë si likopeni, vitamina A, citrulin, vitaminë C janë gjithashtu të pranishme te frutat e shijshme dhe kanë efekte pozitive mbi trupin e njeriut. Përfitimet që merrni nga shalqini janë vërtet të larmishme, duke filluar që nga shëndeti i lëkurës. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë më të shëndetshme dhe të bukur, ose thjesht kërkoni më tepër shkëlqim për lëkurën tuaj, përpiquni të shtoni më shumë shalqini në dietën tuaj. Sipas ekspertëve të Curej.com, vitamina A te shalqini ndihmon në rritjen e indeve të trupit, duke bërë që të keni një pamje më të freskët dhe gjithashtu edhe më të hidratuar. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës. Çdo kush që ka shqetësime të zemrës ose përjeton dhimbje të kraharorit, duhet të kërkojë ndihmën mjekësore. Por, sipas Organic Fact, likopeni dhe shalqini përmirëson funksionet kardiake dhe vitamina C, karotenoide dhe kaliumi ndihmojnë për të paksuar kolesterolin dhe për ta mbajtur zemrën më të shëndetshme. Shalqini është një produkt shumë i mirë për shëndetin e veshkave. Të keni gurën e veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që është mirë që veshkat i mbani të pastra dhe më të shëndetshme. Live Life Fruit citon se shalqini arrit gjithashtu rrjedhjen urinare pa ushtruar presion shtesë në veshka. Në këtë mënyrë shalqini ndihmon në pastrimin e gurëve nga veshkat. Shalqini do të përmirësojë shikimin. Të shtoni më shumë shalqi në dietën tuaj mund të ndihmojë për një shikim më të mirë dhe shëndet të përgjithshëm të syve. Vitamina A që gjendet te shalqini mund të ndihmojë për t'ju mbrojtur kundër degenerimeve makulare lidhur me moshën, si dhe të parandalojë verbërinë, sipas livelovefruit.com. Shalqini mbështet shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave tona është jashtëmase i rëndësishëm, veçanërisht me kalimin e moshës.
Për fat të mirë, shalqini përmban likopen dhe kalium që mund t'i bëjë në kocka dhe gjymtyrët më të fortë, duke ndihmuar në paksimin e riskut të dëmtimit ose shkatrimit të kockave. Shalqini ul presionin e gjakut. Shumë njerëz përpiqen të ulin presionin e tyre të gjakut përmes dietës dhe ushtrimeve, por shalqini është një ushqim që ndikon drejt për së drejti në këtë drejtim. Sipas Organic Facts, sasia e mirë e kaliumit dhe magnezit që gjendet te shalqini është fitimprurës për uljen e presionit të gjakut. Shalqini qetëson gjithashtu edhe dhimbjet e muskujve. Dr. Josef Markola përmendet një studim ku subjektet që pinin lëng shalqini para se të shkonin në punë kishin një reduktim të dhimbjeve të muskujve 24 orë më vonë, në krahasim ato që pinin produkte të ndryshme për këtë aspekt. Po për shkak të fruktozës së lartë dhe lëngut të shalqinit, Dr. Mercola gjithashtu citon se është më mirë të konsumohet fruti në vend që të pihet vetëm lëngu. Shalqini mund të ndihmojë edhe personat që vuajnë nga astma. Specialistët në Medical News Today citojnë se konsumi i sasive të larta të vitaminës C të shalqini mund të ndihmojë në uljen e riskut të zhvillimit të astmës. Ndërsa për ata që tashmë vuajnë nga astma, ushqyesi që përmban shalqini mund të përmirësojnë në shëndetin e përgjithshëm të mushkërive. Ekspertët e cilësojnë në shalqinin si një prej përzgjedhjeve më të mira për të konsumuar gjatë sezonit të verës. Kjo edhe për shkak të ndikimeve të mira hidratuese që ai ka, me përfitime të mira për shëndetin tuaj. Shalqini është një nga produktet më të mira që mund të konsumohen gjatë verës. Ulëntimet e reja kanë zbuluar se një numër përfitime shëndetësore të shalqinit janë të panjohura për të gjithë. Disa studime të botuar në revistën shkencore Nutrients kanë treguar se njerëzit që hanë rregullisht shalqin kanë një dietë më cilësore, më të pasur me vitamina dhe antioksidant dhe më të varfër në sheqerna të shtuar dhe yndyrna të ngopura. Por cilat janë efektet pozitive që do të merrni nga konsumi i shalqinit? Një studim i kryer në Universitetin Shtetëror të Luizianës tregoi se lëngu i shalqinit mund të përmirësojë funksionin e enëve të gjakut dhe të kontribuojë në shëndetin e zemrës. Në ulëntim morën pjesë 18 të rinj të shëndetshëm që pinin lëng shalqini çdo ditë për 2 javë. Shkencëtarët u përqendruan në 2 përbërës të pranishëm të shalqini, L-citrulina dhe L-arginina, të cilat janë të përfshira në formën e oksidit nitrik. Është një përbërës që mund të relaksojë dhe të zgjerojë enët e gjakut, gjë që është e rëndësishme për qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Ulëntimet kanë treguar gjithashtu se shalqini mbështet funksionin e enëve të gjakut dhe gjatë periudhës së niveleve të larta të glukozës në gjak, si dhe ka efekte pozitive në ndryshmërinë e rrahjeve të zemrës. Jemi të vetëdijshëm se mostrat ishin të vogla, por vetëm 18 pjesëmarrës të shëndetshëm dhe se nevojiten më shumë kërkime, citoi autori i studimit. Shalqini do të ofrojë gjithashtu nivele shumë të larta të antioksidantëve. Ekspertët rekomandojnë veçanërisht shalqinin sepse ai përmban sasi shumë të mira të likopenit. Element të këto është shumë të rëndësishëm gjithashtu edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se likopeni mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira, dhe në këtë mënyrë luftojnë edhe komplikacionet e ndryshme të shëndetit. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj mund të ofrojë një burim të lartë antioksidantëve, vitaminës C dhe likopenit, të cilët ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit oksidativ dhe luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit të zemrës, shtoi Dr. Loso. Shalqini është i mirë për hidratim dhe marrjen e vitaminave të duhura. Të dhënat nga sondazhi kombëtar i shëndetit në universitetet në ushqyerje të SBA-s treguan se njerëzit që hanë rregullisht shalqin konsumojnë më shumë fiber dietike, magnez, kalium, vitaminë C, vitaminën A dhe likopen. Një porcion prej 2 filxhan shalqin përmban vetëm 80 kalori, por siguron 25% të marrjes rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 8% të vitaminës B6. Meqense përbëhet nga rreth 92% ujë, shalqini është një zgjedhje e shkëlqyer për hidratimin në ditët e nxehta, sidomos edhe pas një aktiviteti të shtuar fizik. Konsumi i tij në mënyrë të rregullt në dietat tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për organizmin, si dhe të lehtësoni komplikacionet e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se
Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.